Çdo gjë e diskutuar sot çon tek një vërtetë e thjeshtë. Ballkani Perëndimor nuk po kërkon ndere, dhe kjo është diçka që mund të ndihet e mund të dëgjohet në çdo pohime deklarat të udhëheqësve përreth Tryezës. Askush nuk po kërkon nder. Askush nuk po thret për të shpërbyer me ëmbëlsira. Gjithkush vjen me krenarin për të ofruar vlerë. Ne nuk po lutemi për të hyrë në Bashkimin Evropian, nuk po kërkojmë lëmosh, po provojmë çdo ditë se jemi gjithmonë më gati. Ne nuk thjesht po flasim, po japim rezultate dhe më lini që ta them në mënyrë më të drejtë për drejtë. Sa i takon pjesës së konvergjencës. Në konvergjencën e Ballkanit Perëndimor, Europa bëhet më e fortë. Nëse Ballkani Perëndimor është stagnacion, atëherë Europa bëhet më e dobët. Nuk ka variant të një Europe më të fortë me një rajon të dobët ballkanik në mes të saj.